Humbet 15 vjeçari nga Gjirokastra, familjarët ngren alarmin, u nis drejt Tiranës. Një 15 vjeçar nga Gjirokastra shpallur i zhdukur prej më shumë se 7 orësh. Lajmi është bërë publik nga familjarët e tij, duke apeluar tek çdo qytetar që mund të ketë informacion për vendodhjen e adoleshentit. I mitur i quhet Mkalemi, 15 vjeç, rreth 1,80 i gjatë me sy boqelli. Në momentin e fundit që është parë, ka qenë i veshur tërësisht me xeza dhe me atlete ngjyrë gri. Sipas dëshmive të familjarëve, ai ishte parë për të fundit rreth orës 12:30 pranë agjensisë në Urrën e Lumit, duke kërkuar të niset për në Tiranë. Për shkak se nuk kishte para për biletën, dyshohet se mund të jetë nisur me ndonjë mjet rastësor. Familjarët kanë kontaktuar media dhe shprehen shumë të shqetësuar dhe kërkojnë ndihmën e kujdo që mund ta ketë parë. Aktualisht policia ka nisur kërkimet dhe po kontrollon kamerat e sigurisë për të zbuluar drejtimin që ka marrë adoleshenti, por deri tani pa rezultat.